Dora që jep është më e lartë se dora që merr. Bujaria është një nga virtytet më të larta që mund të ketë njeriu. Të japësh, të ndihmosh, të përkrahësh, të gjendesh pranë tjetrit në problemet që ka, janë cilësitë e bashkëpunimit që e bëjnë një shoqëri të jetojë në një harmoni të plotë, duke përballuar çdo vështirësi të jetës. Ti jesh bujar, të bashkohesh me ata të cilët kanë nevojë dhe t'u gjendesh atyre pranë në momentet më të vështira, padyshim është një gest fisnik dhe human. Vënia e pasurisë dhe të mirave vetjake në shërbim të tjerëve është edhe një ndër treguesit më të fuqishëm të besimit. Në burimet kryesore islame, në Kur'an dhe traditën e profetit, hasin shumë tekste që nxisin për bamirësi dhe solidaritet. Cili është koncepti i bamirësisë dhe solidaritetit në fenë islame? Si e përcakton ajo atë? Koncepti i solidaritetit nuk është gjë tjetër se një lidhje midis individëve dhe grupeve ndryshme shoqërore që kanë qëllime të përbashkëta dhe për të afruar dhe për të përkrahur veprimet edhe idetë e njëri tjetrit. Kështu që edhe në islam koncepti i solidaritetit është një koncept i cili nuk kufizohet vetëm në atë burimin material, për të cilën ka goxha hapësirë, pra ka institute të veçanta. Ne dimë që një nga shtyllat e islamit është zakati, është ai i cili e mbulon këtë pjesë jashtëzakonisht mirë, ose edhe sadakatul fitri. Por ajo që është e rëndësishme solidariteti në islam ka të bëjë edhe me solidaritet moral, solidaritet intelektual. Shembulli më i mirë sigurisht është profeti alayhis salam. Besimtarët musliman në çdo aspekt të jetës kanë si busull orientimi Kuranin dhe traditën profetike. Edhe në këtë rast, shembulli dhe modeli i profetit Muhammed mbetet unik. Madje profeti alayhis salam ka këshilluar njerëzit që të jenë gjithmonë aktiv në shoqëri, të bëhen pjesë e ndihmës. Ka shprehur shumë bukur që muslimanët janë si një trup, kur një pjesë e trupit ka dhimbje apo vuan, trupi është në pagjumësi. Pra, ky është koncepti i bashkësisë dhe jo të gjitha gjërat zgjidhen me pasuri nganjëherë. Dhe është vënë rëndësi ndihmës në çfarëdo lloj mënyre. Thot profeti alayhis salam që çdo ditë e re kur lind dielli, njeriu do të bëj sadaka, do të bëj lëmosh. Dikush aty i tha, o i dërguar i Zotit, tha, po ne nuk kemi të holla për të bërë lëmosh. Atëherë profeti sa më përgjigj me urtësi të madhe, tha, dera e lëmoshës është ndihma e një të verbëri për t'i treguar rrugën. Është ndihma ndaj një shurdhje apo momenti për të kuptuar një situatë. Është ndihma ndaj atij i cili të kërkon drejtimin e duhur për një rrugë të caktuar. Është ndihma ndaj një dvobekti apo një të dopti, dhe gjitha këto janë derë lëmoshe. Pra nxitet që edhe në pamundësi ekonomike njeriu ta shfrytëzoj pak atë mundësinë, sepse njerëzit janë të krijuar në cilësi të ndryshme. Feja islame të dhënët e ka kthyer në obligim. Secili që zotron një pasuri të caktuar është i obliguar që një pjesë të saj ta ndajë me nevojtarët, dhe kjo zgjidhet përmes institucionit të zekatit. Zekati është një prej elementeve themelor të islamit dhe konsiston në dhënien e një malli në sasi dhe masë të caktuar nga persona të caktuar, personave dhe vendeve të caktuara. Allahu caktoi obligim që lëmoshat t'ju takojnë vetëm të varfërve, të ngratëve, punonjësve që mbledhin zekatin, atyre që duhen fituar zemrat, duhen dhënë për lirim nga robëria, të mbyturve në borxhe, në rrugën e Allahut, dhe atij që ka mbetur në rrugë. Allahu e di gjendjen e robërve, e punon sipas urtësisë së vet. Çfarë është zekati dhe sadakaja në konceptin e islamit dhe çfarë rëndësie kanë ato? Zekati në konceptin e islamit është një nga 5 shtyllat e islamit, ku çdo besimtar musliman i cili posedon një sasi të konsiderueshme të pasurisë,
ku sipas Islamit, pra ka një lloj përllogaritje ku sipas Islamit konsiderohet njeri i pasur, është i obliguar që një pjesë nga kjo pasuri t'ja jap tjetrit në nevojë, i varfër, apo që është një kategori e caktuar njerëzish që mund t'i jepet zekati. Sadaka është diçka tjetër, për faktin se sadaka mund t'japi çdo besimtar musliman dhe pa u kondicionuar në një sasi të caktuar, dhe në këtë mënyrë është një diçka që mund të aplikohet nga çdo besimtar, ku në një farë mënyre i jepet mundësia çdo besimtari që të ndjejë kënaqësinë e dhënies. Pra në momentin që një besimtar nuk e ka mundësinë të jap zekat për faktin e kushteve ekonomike apo mundësive ekonomike, nuk e ka forcën, mundësinë për të dhënë, pra për të futur te kategoria e besimtarëve që mund të japin zekat, pjesa tjetër mos mbetet pa përfituar nga kjo kënaqësi, pra sepse të japësh për hir të Zotit një personi apo një grup i caktuar njerëzish në nevojë, është një kënaqësi e veçantë. Duket që sadaka e pikërisht është për këto njerëz që duhet ta shijojnë këtë kënaqësi. Allahu si mënyrë jetese për njerëzit ka zgjedhur jetesën në shoqëri. Gjithashtu ai ka vendosur, ka përcaktuar edhe disa rregulla për mirë funksionimin e saj, si dhe për eliminimin e disa problemeve me natyrë të ndryshme sociale ose ekonomike që mund të lindin në shoqëri. Një ndër këto detyrime që Allahu ka vendosur, ka përcaktuar për muslimanët është edhe zekati. Çfarë është zekati? Zekati në kuptimin e tij në fjalor do të thotë pastrim, rritje, shtim ose bereqet. Ndërsa në aspektin terminologjik, zekati është një pjesë e pasurisë e personit të cilit sipas Islamit konsiderohet i pasur, që duhet të jap individëve të caktuar për hir të Allahut. Zekati nuk është një institucion ndihme i rekomanduar siç janë institucionet e solidaritetit dhe ndihmës në sistemet e tjera. Përkundrazi, është një element mbi të cilin ngrihet feja, një ndër parimet kryesore dhe një prej 4 adhurimeve kryesore të Islamit, krahas namazit, agjërimit dhe haxhit. Kur ëngjëlli Xhebrail e pati pyetur profetin Muhammed se çfarë është Islami, ai që përgjigjur: Të adhuroj Allahun, të mos i bëj shok, ta fal namazin e ta jap zekatin, dhe ta mbaj agjërimin e Ramazanit. Ndërsa adhurimet, si namazi dhe agjërimi kryhen me trup, fizikisht, zekati është njëra prej të drejtave të varfrit mbi pasurinë e të pasurit. E drejtë e cila përcaktohet nga Allahu, ai që është pronari i vërtet i pronës dhe pasurisë. Njeriu që beson, me anë të zekatit zbaton një urdhër të Zotit, duke fituar sevape për hajretin, botën e përtejme. Dhe çka të jepni nga pasuria për ta shtuar e rritur në pasurinë e njerëzve, ajo nuk do të shtohet tek Allahu, e çka të jepni nga sadakaja me qëllimin që t'i afroheni Allahut, të tillë janë ata që u shumëfishohet shpërblimi. Cila është filozofia e dhënies së zekatit dhe pse është e nevojshme që një besimtar të jap atë? Sipas Islamit, sigurisht pasuria në vetvete është një mirësi e dhënë nga Zoti. Siç e themi ne, është risk nga Zoti mbi bazë disa përpjekjesh e tjera. Ndoshta ndonjëherë Allahu xhaleshanuhu i sprovoi njerëzit me pasuri. Në këtë mënyrë pra është një lloj sprove për çdo besimtar. Dhe për ta pastruar një sasi të konsiderueshme të pasurisë së tij, muslimani është i obliguar të jap njerëzve të nevojë. Pikërisht në momentin që e jep këtë pasuri të caktuar njerëzve të nevojë, pra e jep zekatin, ai në një farë mënyrë pastron pasurinë e tij, sepse e ka çuar në vend obligimin e Zotit. Pikë së pari është e rëndësishme kjo, domethënë të japësh për hir të Zotit, të japësh me bindjen që Zoti xhaleshanuhu, Allahu xhaleshanuhu, mua më ka bërë obligim një gjë të tillë, dhe me synimin sigurisht për të fituar kënaqësinë e Zotit, vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit. Cilat janë dobitë e zekatit në aspektin shoqëror dhe atë individual? Tani, dobit që zekati sjell për individin veçanti dhe
për shoqërinë përgjithësi, mund t'i analizojmë edhe duke u nisur nga vetë kuptimi i fjalës zakat. Një ndër këta kuptime ishte pastrim, tjetri ishte shtim. Atëherë, zakati mund të themi që është një pastrim shpirtëror, sepse njeriu pastrohet nga mëkatet që ka bërë, sepse në fund të fundit zakati është një adhurim dhe bëhet për hir të Allahut. Gjithashtu, njeriu që jep zakat mësohet të jap nga pasuria e tij, ta ndajë atë me të tjerët. Gjithashtu tek ai forcohet edhe ndjenja e solidaritetit, e altruizmit dhe sakrificës. Gjithashtu, zakati ndihmon njeriu që të largohet nga cilësitë negative që mund të themi janë vdekjepruse për shoqërinë, siç janë kooperacia dhe egoizmi. Islami, krahas faktit që u jep individëve të drejtën e pronës, tregon rrugët që njeriu me vullnetin e vet ta shndërojë atë në dobi të shoqërisë. Këto rrugë herë janë detyrë, siç është zakati, dhe herë të tjera janë në formën e sadakas, sipas dëshirës. Pa e nënvletësuar individin, Islami e nxjerr në plan të parë edhe jetën shoqërore dhe synon që dhënien ta kthejë në moral tek ndjekësit e tij kur u premton shpërblim. Në mësimet e Islamit, ndërsa kooperacia është një element që e largon njeriu nga Allahu dhe xheneti, parajsa, bujaria është një ndër elementet më të rëndësishëm që e afrojnë njeriu drejt tyre. Në Kur'an, shumë ajete fillojnë me fjalën jepni, dhe të gjitha këto pothuajse në çdo rast nxisin dhe inkurajojnë njeriu që beson të jap sadaka, lëmosh. Kryeni faljen dhe jepni zakatin, e çfarëdo të mire që do të përgatitni për veten tuaj, atë e gjeni tek Allahu. S'ka dyshim se Allahu përcjell çdo veprim tuajin. Me dhënien e zakatit, arrihet një përmirësim i jetës dhe rritjes së mirëqenies së individit dhe familjes përfituese. Edhe pse ndoshta ata nuk do t'i largohen përgjithmonë varfërisë, zakati është një mjet i mirë kundër varfërisë. Veprim ky i cili vlerësohet nga Zoti i gjithësisë. Betohen për vërtetësinë e 3 gjërave. Zoti nuk i vlerëson ata që nuk kanë detyrimin në Islam, ashtu siç vlerëson ata që e kanë një të tillë. Detyrimet në Islam janë 3: të falurit e namazit, agjërimi dhe zakati. A ndihmon zakati sadopak në zbutjen e varfërisë dhe a ofron feja islame zgjidhje të tjera sociale? Të bëm përshtypje fakti që duke qenë një detyrë, patjetër është e drejtë e dikujt tjetër. Pra është detyrë për të pasurit dhe është e drejtë për të varfërit. Kjo deri diku tregon që marrëdhënia në një bashkësi islame rregullohet me një ligj i cili detyrimisht e bën një pjesë të atyre njerëzve të cilët janë të pasur, të japin prej pasurisë tyre dhe mos ndihen bujar në të. Që do të thotë, ai varfër i cili e merr këtë pasuri, jo detyrimisht duhet ndihet i zhvlefsuar apo inferior në momentin që këtë pasuri është i dorë, sepse është e drejtë atij. Kjo tregon që zakati është një institut shumë i rëndësishëm dhe një fond shumë i rëndësishëm i cili përdoret për gjithë ata të cilët kanë nevoja. Një tjetër kuptim i fjalës zakat ishte rritje ose shtim ose bereqet, po si do ta kuptojmë ne këtë? Mund të themi që zakati është boshti i ekonomisë së Islamit. Islami e nxit përdorimin e pasurisë, përdorimin e kapitalit, vënien në qarkullim të paras dhe mund të themi që nuk e këshillon lënien e saj në atë gjendje që është. Sepse nëse pasuria do të mbetet në atë gjendje që është dhe nuk do të përdoret, atëherë çfarë do ndodhte? Do ulej numri i investimeve, do të ngrihej kapitali, nuk do përdorej, do të ulej qarkullimi i paras dhe si pasojë do të uleshin vendet e punës. Nga kjo do të rrithë papunësia, si pasojë edhe varfëria, gjë të cilën Islami merr masa që përpara që ta parandalojë. Shumë njerëz e shohin zakatin thjesht si një skemë ekonomike. Çfarë mund na thoni për këtë? A është zakati thjesht një skemë ekonomike apo shërben edhe si një skemë sociale? Çështja më e rëndësishme nuk është një çështje kalkulimi ekonomik, ndarje një pasurie apo ta themi një akt ekonomik. Absolutisht, zakati ka impakte të jashtëzakonshme në shoqëri. Pikë së pari, në mënyrë të natyrshme shtresat mund të distancohen, diferencohen nga njëra tjetra. Shtresa e mesme mund të diferencohet nga shtresa e varfër.
po ashtu shtresa e pasur mund të diferencohet nga këto dy shtresa të tjera. Dhe duke aplikuar zekatin, eliminohet ky lloj diferencimi apo distancimi që në një farë mënyre vetiu krijohet. Dhe një nga metodat më të frytshme për eliminimin e këtyre distancimeve është zekati. Pa harruar që e shton solidarizimin midis shtresash, shoqëria është më e shëndetshme, më humane, shoqëria është gjithashtu le të themi më e paqët, më e dashur dhe pikërisht harmonizon të gjithë aspektin shoqëror. Ajo që është e rëndësishme në të tilla raste është kryerja e këtij obligimi të bëhet vetëm për hir të Zotit, të bëhet me sinqeritet dhe nga ana tjetër që është shumë e rëndësishme është fakti që personat që përfitojnë nga pasuria jote le të themi të mos jenë asnjëherë kokullu para teje, pikërisht ti s'duhet të bësh të ndjeshme gjë të tillë këtyre njerëzve. Dhe kjo arrit vetëm kur njeriu jep vetëm për hir të Zotit. Padyshim, zekati është një zgjidhje sociale dhe është një zgjidhje shumë e gjetur, sepse njeriu jo vetëm që ndihmon tjetrin, jo vetëm se ka aspektin, nëse mund ta themi moral, gjithashtu ekziston edhe ai shpirtëror, sepse njeriu kur ndihmon të tjerët, ndihet i qetë shpirtërisht. Gjithashtu, zekati jep mundësi njerëzve që të afrohen më shumë njëri tjetrit. Ai që jep me atë që merr. Është çështje e solidaritetit. Nga aspekti tjetër është aspekti shpirtëror, njerëzit ndihen më të lumtur, më të qetë. Dhe sipas aspektit ekonomik, zekati siguron shumë përfitime për njerëzit, sidomos ata në nevojë. Edhe kjo siguron edhe ekuilibrin mes të pasurve dhe të varfërve. Përderisa të pasurit kanë mundësi që të japin, pse të mos e bëjnë këtë? Dhe kur e japin edhe me qëllimin, me niyetin për hir të Allahut, atëherë çdo gjë merr vlerë akoma më të mëdha. Të ushqyerit të gjitha gjallësave në faqe të dheut i përket Allahut. Edhe vendet ku ata do të banojnë, edhe vendet e banesës së tyre të fundit, ai i di. Një zemër që e beson këtë, nuk sheh kurfar rreziku në të dhuruarit pa mas të gjithë shkaje që ka në dorë. Përkundrazi, me këtë sjellje ndjen lumturi e mirëqenie. Në mënyrë që të fitohet virtyti i bujarisë, duhet që kundrejt ndihmës që ofrohet të mos priten lëvdata e shpërblime. Gjithashtu, duhen shmangur sjelljet që mund ta vënë në pozitë të vështirë atë që përfiton nga ndihma. Nisur edhe nga ajo, çka ato besojnë. Institucionet fetare janë përherë të gatshme dhe solidare në situata të ndryshme. I tillë është dhe rasti i komunitetit musliman të Shqipërisë. Me sa di unë është krijuar kohët e fundit shkruar edhe fondi i zakatit, pra çdo besimtar është i thirrur ose si thosh i lirë që kontributin e tij ta japi në këtë institucion, për faktin se fushatat në lidhje me njerëzit nevojë brenda Bashkisë Islame, por edhe për fenomene të tjera jashtë Bashkisë tonë, por që janë pjesë e shoqërisë shqiptare, kanë qenë gjithë kohën në prioritet të punës Komitetit Musliman. Mund të përmendim kurbanet e përvitshme, mund të përmendim që fatkeqësisht çdo vit ka ndodhur përmbytje dhe Komiteti Musliman ka qenë prezent si në veri ashtu edhe në jug. Edhe këtë vit në jug, në përmbytjet e shkurtit, pati një vlerë goxha monetare që u konvertua në ushqime, në pak ushqimore që shkuan tek këta njerëz të cilët kishin humbur gjithçka dhe ishte një lloj mesazhi shprese që jeta vazhdon edhe duhet ta jetojmë edhe me fatkeqësitë edhe me problemet që gjithashtu Komiteti Musliman është përqendruar në çdo pjesë të shoqërisë shqiptare. Kemi pasur disa projekte rresht me Zyber Allullin, me shtëpinë e fëmijës, për cilin me shpresë Zotit po përgatisem në një çmim kohët e fundit. Kemi bërë fushata për dhurimin e gjakut, të cilat tashmë i kemi bërë të zakonshme, janë 2 herë në vit, një në periudhën e qershorit, maj qershorit dhe një në periudhën tetor-nëntor, vetëm për fëmijët talasemik, një kategori e cila ka nevojë për suport. Mund përmend edhe një projekt tjetër të cilin shpresojmë që të na miratohet, është një projekt për të verbrit në Institutin e të Verbërve,
Dhe besoj se Komiteti Musliman është prezent në çdo pjesë shoqërisë shqiptare për të dhënë kontributin e vet, për të qenë solidar. Format e solidarizimit dhe ndihmës janë nga më të ndryshmet. Bujaria është mjeshtëri e shpirtit. Ajo i shtyn njerëzit që të dhurojnë atyre në nevojë, i nxit që të zhvillojnë mirësinë. Njeriu që e zotëron këtë mjeshtëri ndihmon gjithkënd me dashuri.